Lëvizja vetëvendosje përmes një njoftimi për shtyp, ka thënë se njëri prej të arrestuarve në aksionin e së martës policore është antar i këtij subjekti politik, duke shtuar se është marrë vendim që i njëjti të përjashtohet nga radhët e partisë. Nëpërmjet njoftimit të postuar në Facebook, subjekti në pushtet ka thënë se mbështet aksionin policor kundër trafikimit të drogës që u krye nga policia prokuroria speciale në koordinim me Europolin. Sipas këtij subjekti, nga autoritetet policore s'kan pranuar informacion zyrtar me të dhënat personale prej të arrestuarit. Lëvizja vetëvendosje përshëndet dhe mbështet aksionin e gjerë të arrestimit të rrjetit të trafikimit të drogës të kryer këto ditë nga policia dhe prokuroria në koordinim me Europolin. Ne inkurajojmë secilin antar, por edhe qytetar të vendit që të sinjalizojnë çfarëdo fenomeni të tillë në policinë e vendit, paçka se duam të njoftojmë se si lëvizje vetëvendosje, jo rrallëherë kemi bërë denoncime të tilla përmes antarëve e aktivistëve tanë. Të njëjtën gjë do të vijojmë të bëjmë. Në anën tjetër, nga mediat kuptuam se njëri prej 22 të arrestuarve është aluduar si i afërt me subjektin ton politik, ndonse nga prokuroria apo policia nuk kemi marrë asnjë informatë zyrtare me të dhënat personale të arrestuarve, thuhet në njoftimin e vetëvendosjes. Vetëvendosja po ashtu shton se vendimi për largimin e aktivistit të partisë qëndron në fuqi deri në sqarimin dhe verifikimin e plot, nëse bëhet fjalë për personin e njëjtë me atë të organeve të drejtësisë. Sa kaq, vlen të theksohet se 22 persona janë arrestuar të martën nga operacioni policor i kryer në 4 rajone, ku sekuestruan para, armë, vetura dhe gjëra të tjera. Shemsi Bahtiri, që u arrestua si një nga kryesorët në trafikimin e drogës sot në aksionin e madh policor, rezulton të jetë antar i vetëvendosjes dhe i afërt me zyrtar të lartë të kësaj partie në qendrën e Prishtinës, siç evidentohet në fotografi dhe aktivitete të shumta partijake. Por zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Arlind Manxhuka ka mohuar të ketë ndonjë funksion brenda partisë i arrestuari Bahtiri. Sa kaq pas operacionit që përfshiu 600 policë dhe u kryen bastisje në 47 lokacione, në media u publikuan disa fotografi të Shemsi Bahtirit me ministrin e detyrë të punëve të brendshme Xhelal Zveçën, por edhe me të tjerë në degën e lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë. Krahas tyre është publikuar në rrjetet sociale edhe një fotografi ku shihet Shemsi Bahtiri së bashku me kreun e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin dhe me 2 persona të tjerë, dhe kjo fotografi e realizuar në ambientet e degës së lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë. Deri më tani prokuroria speciale zyrtarisht nuk e ka konfirmuar as edhe një nga emrat e arrestuar dje gjatë aksionit që u quajt Qielli i Thyer. Sipas prokurorisë, në këtë mega aksion i cili u realizua në 47 lokacione, u arrestuan 22 persona dhe u konfiskuan 3 kg drogë të llojit marijuan, 134.000 euro, 36 armë të kalibrave të ndryshëm, 1569 fishek të kalibrave të ndryshëm, një prerse për presim të narkotikut, 13.000 euro para të falsifikuara, 29 automjete, 9 ordore të markave të shtrenjta. Në lidhje me këto arrestime, sot në një konferencë për media, Besa Kabashi Rama nga PDK tha se arrestimi i djeshëm i Shemsi Bahtirit është jo vetëm çështje penale, por alarm për institucionet se si ky person ka pasur qasje deri në kryeministri dhe ministrinë e punëve të brendshme. Në operacionin Qielli i Thyer u arrestua një person i njohur si organizatori kryesor i një rrjeti të trafikut të drogës, e njëkohësisht i njohur për lidhjet e tij të afërta me lëvizjen vetëvendosje, madje duke pasur qasje edhe në ish kryeministrin Kurti e ministrin e punëve të brendshme. Kjo nuk është thjesht çështje penale, është një alarm për të gjithë sistemin ton politik dhe institucional, është dëshmi e asaj që ndodh kur njerëzit e gabuar hyjnë në vendimarrje dhe kur strukturat e shtetit përdoren për interesat e errta, tha ajo.